Ka histori që nuk u mungon heroizmi, u mungon vetëm vendi në kujtes. Melpomeni Dilo ishte një nga ato gra që në kohë krizash nuk pyeti çfarë do të fitoj, por ku duhet të jem. Dhe megjithatë pikërisht një regjim që ngriti mitin e heroit e la atë të pa punë, pa pension dhe pa nderim. Melpomeni lindi në Gjirokastër më 1912 në një familje ku politika, mendimi kritik dhe fjala e shkruar ishin pjesë e jetës. Melpomeni u dërgua në shkollën e infermierisë në Tiranë dhe shumë shpejt ajo u dallua jo vetëm për disiplinë, por për një tipar të rrallë, instiktin për të shkuar atje ku të tjerët largohen. Në vitin 1929 Shqipëria u godit nga një epidemi e rëndgripi që preku edhe ushtrinë. Melpomeni ende e re doli vullnetare pra mushtarëve të batalionit Erzenit dhe shërbeu për muaj të tërë. Kur epidemia u shua, ushtarët i dhuruar një medalion argjendi të paguar me kursimet e tyre. Një gest mirënjohjeje që flet më shumë se çdo dekorat shtetërore. Madje, ky akt u reflektua edhe në nivel qeverie. Kryeministri i kohës, Koço Kota, i dërgoi një letër falënderimi. Në një Shqipëri të varfër ku shërbimi mjekësor ishte luks, një infermiere e re po kthehej në model qytetarie. Pas shkollës, Melpomeni fitoi të drejtën e një specializimi në Paris për kujdesin ndaj foshnjave. Më pas u kthye në Tiranë me një dije që për atë kohë ishte e rrallë. Dhe këtu ndodhi akti që e bën atë jo vetëm infermiere por pionere. Së bashku me dy kolege, Nadide Kasaruho dhe Bedie Aslani, ajo mori iniciativën për të hapur maternitetin e parë në Shqipëri. Problemi ishte i tmerrshëm, nënat e reja lindnin shpesh pa asistencë mjekësore dhe vdekshmëria ishte lartë, sidomos te gratë e varfra dhe foshnja. Ato nuk pritën shtetin, dolën në Tiranë, u lidhen me kryqin e kuq ndërkombëtar, siguruan ndihma, mblodhën pajisje dhe me mbështetjen e popullit gjetën hapësira të ofruara nga drejtori i Spitalit Civil, Doktor Sabri Tefiku. Godina u përshtat për sallë lindjeje, u kompletua me shtretër dhe pajisje bazë dhe më 15 prill 1937 u inaugurua materniteti i parë shqiptar. Dhe pastaj vjen një skenë që tingëllon si film. Më 7 prill 1939, dita e pushtimit italian, në sheshin Skënderbej në Tiranë mblidhen qindra vullnetarë që duan të shkojnë në Durrës për të luftuar. Mes tyre shfaqet Melpomeni me uniformën e infermieres, ngjitet në kamion. Sipas dëshmisë së motrës së saj, ishte e vetmja grua. Turma e përqafon një puth përparsen e bardhë dhe e përcjell me entuziazëm. Ajo nuk shkoi vetëm për të lidhur plag, sipas dëshmive kapi edhe armën dhe u rreshtua me vullnetarët në pozicione të caktuara nga majori Abbas Kupi. Ishte një akt i rrallë guximi në një kohë ku roli i gruas në shoqëri kufizohej fort. Gjatë viteve të luftës, Melpomeni ndihmoi ilegalisht të plagosurit guerillas e partizan, duke i mjekuar shpesh në fshehtësi. Një kontribut që në logjikën e regjimit pas 1944-s duhej ta bënte atë hero, por në fakt ndodhi e kundërta. Ndëshkimi, jo për atë që bëri, por për mbiemrin pas luftës. Në vitin 1945, dy vëllezërit e saj u shpallën armiq të popullit. Njëri u arrestua pasi kandidoi si i pavarur në zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945, ndërsa tjetri u akuzua si agjenti anglo-amerikanëve. Pavarësisht kontributit, regjimi komunist e la pa punë Melpomenin dhe nuk e lejoi të punonte më në shërbimin obstetrik ginekologjik që vetë kishte ngritur. Melpomeni vdiq në vitin 1971 në arrest të detyruar. Jo sepse kishte bërë diçka kundër popullit, por sepse diktatura nuk i duronte ata që kishin identitet të pavarur, histori të vetën dhe dinjitet që nuk ja detyronin partisë.